3.100.000 pensionin. E merë sot. E merë të 1.600.000. E ka rritur 62% i vete. Edhe më shumë. Atëre, ma thuaj, i nderuar, si shpjegohet që pensioni i kryeministit ose i kryetarit të parlamentit t'jeti barabartë me 32 pensione në një katun. Sa që merë një katun ditar merë një. Ka humbur koncepti që për kontributet barabarta të marrin pensionet barabarta, ose e thënë ndryshe, ai që paguan më shumë të marrë një pension është më të lartë, sepse pensionet nga 1 me 2 që ishin, vazhduan 1 me 4, sot vazhdojnë mesatarisht edhe këta të tjerë 1 me 10, dhe një superstrukturë e ngritur në qeveri merë afërsisht 33 pensione minimale. Kjo është e papranueshme. Njerëzit do të shikojnë, do të i thrasin mendin dhe të dallojnë se çfarë gënjejnë, çfarë mashtrojnë njerëzit dhe çfarë premton qeveria dhe pse se bën. Sepse është detyrë e qeverisë kjo, pse se bën. Kanë arsyet e veta. Po të shpërndahet para në gjithë këta njerëz, ata s'kan çfarë vjedhin. I përqendrojnë në pak duar, me ura, me rrugë, me këto, në mënyrë që të merren vesh me pak njerëz, për të glabruar të ardhurën kombëtare që pa të keq shitet dhe blihet, dhurohet, dhe kryeministri i sotëm i Shqipërisë nuk është gjë tjetër veçse një çifligar që në klapa, po them kështu, që shet Shqipërinë, po ndryshe nga ata që janë çifligar që kanë tokat e tyre, ky shet Shqipërinë, se Shqipëria nuk është prone e këtij njeriu. Dhe e parë në këtë këndvështrim mund të thosha që qeveria inshallah dalë i gabuar, po unë po flas me shifra. Në buxhetin e vitit 2024 nuk ka planifikuar asnjë lek për të shpërndarë qoftë për indeksimin, qoftë për rritjen e pensioneve. Çfarë do të bëj? Do të ketë ndonjë zgjedhje të pjeshme duke i dhënë në një bonus të vogël apo të madh në fund vitit ose edhe në më pas, kjo mbetet për të parë. Po sigurisht jam i bindur që gjatë viteve, gjatë muajve të vitit që vjen, nuk besoj që të përsëritet ai bonusi i shkurtit të vitit 2025. Pra u bë si pararojë për të joshur pensionistët në mënyrë që të merrte vonë. Zoti Hoxha, sa duhet të jetë pensioni i një pensionisti në mënyrë që ai të ketë një jetë dinjitoze? Për të mos thënë gjëra të tjera, po të rezervuar edhe në lidhje me përdorimin e shpenzimeve të tyre, një pensionist i ka, po duhet, është detyrë e statit për të nxjerrë minimum jetik në pjenin time dhe ato produkte të cilat kanë shumëfishuar atë çmimin, duhet të kalojnë mbi 350.000 lek një qytetar që të ndihet si thua i vlerësuar dhe për të bërë një jetë të pranueshme në kolektiv me njerëzit. Në më pak se kaq nuk mund të pretendohet. I thënë ndryshe ata që marrin më pak dhe nuk ndihmohen nga të afërmit e tyre, do të thotë i bëjnë thirrje për të avancuar vdekjen, për të thirrur vdekjen me dëshirë, si thosh. Zoti Hoxha, a ka një strategji nga ana e qeverisë shqiptare që të rrisë moshën e pensionit në mënyrë që pra të ndodhin ato siç thatë ju vdekjet natyrale apo vdekjet edhe nga keqeverisja, dhe në mënyrë që të balancoj apo të menaxhoj ato shpenzimet që mund t'i duken të tepërta sa i përket për pensionistët? Atëre të detyruar nga Banka Botërore në vitin 2014 ka dalë ligji 104/2014 e cila ka parashikuar që për femrat duke filluar nga 2015 deri në vitin 2056 të shtohet dalja në pension nga 2 muaj nga 2 muaj, dhe që nga viti 2014 dhe deri sot që po flasim,
femrave ju është rritur mosha për dalë në pension 1 vit e 10 muaj. Dhe kështu do vazhdojnë nga 2 muaj. Në rekomandimet që jep te Banka Botërore, Komuneja dhe edhe aleatët tonë europian, është rekomanduar dhe është kërkuar që ky afat për shtimin e moshës deri në vitin 2056, i cili do të kalojë edhe për meshkujt, edhe për femrat në 67 vjet, ta avancojë të bëhet më përpara. Dhe këta kanë ata që janë marrë me projektin edhe me këto avancimet e moshës për të dalë në pension, në shtimin e moshës. Pra, duke ju shtuar jo më 2 muaj, por duke ju shtuar nga 4 muaj dhe nga 5 muaj. Në mënyrë që nga viti 2036, ky proces i shtyrjes së moshës për dalë në pension dhe për të arritur 67 vjet të bëhet në vitin 2036. Kjo do të jetë shumë e rëndë për qytetarët shqiptarë, sepse nga vetë periudha tonë e kaluar, që është për të kequr shqyr, të lodhur, të raskapitur, ne nuk kemi qytetarë europian që ka patur standardet të tjera më përpara dhe nuk i përgjigjen. Kështu që, të thënë ndryshe, shtimi i moshës do të thotë që njerëzit ta marrin më vonë pensionin, por të dalin gjithmonë në pak. Nëse sot në skemën e sigurimeve shoqërore përfitojnë pension pleqërie dhe këto të tjera invaliditeti, por edhe pensionet tjera që kanë të bëjnë me, jo vetëm me invaliditetin, por edhe me pensionet familjare, sot kalon 720.000 dhe duke shtuar kështu i bie që një pjesë do largohet nga kjo jetë, dhe duke shtuar moshën për këta që s'ka dalë, që do dalë në të afërm, të paksohen numri i qytetarëve që dalin në pension. Kjo është objektivi i qeverisë. Pra, është një qeveri jo sociale, ku e ka humbur kuptimin edhe qeverisja sociale nga një parti socialiste. Është një parti e vetme dhe nuk ka mbështetur njerëzit në nevojë. Pra, ata që e kanë mbështetur me votë, ata që kanë hedhur votën, dhe ata që presin një shërbim social nga qeveria. Të mos e mendojnë këtë kurrë, sepse nuk do të ndodhë kjo, për arsye nga më të ndryshme. Nëse bën menaxhimin e vetë qeveria të fondeve publike, të administrojë më mirë financat publike, por edhe sigurimin e të gjitha atyre që kanë mundësi të kontribuojnë, të rregullojë ligjin se e kanë brapsht. Them që mundësia për të patur një pension dinjitos është e mundur. Është mundësia për të bërë. Sigurisht këtu duhet kujdes, duhet vullnet dhe duhet të shtrojmë me mend në kohë. Kjo shtrohet kështu për mua. Si ka mundësi që merr një iniciativë të tillë, qoftë një njeri sa do i zgjuar që të jetë, se mos e fut të zgjuarit, po sido që të jetë. Lënë në dorë të një njeriu për të bërë, si thua, të gjithë planifikimet, qoftë në fusha të tjera, qoftë e pensionizmit. Po mirë, ti edhe si qeveris mund ta bësh dot këtë, sepse sigurimet shoqërore i përkasin një spektri shumë të gjerë. Ka të bëjë me në një formë ose në një tjetër me 2 grupe shoqërore. Një pjesë që quhen përfitues dhe që janë në nivelin e 720.000 qytetarëve dhe pjesa tjetër që është kontribues që janë në kufirin e 820.000 qytetarëve. Atëre del pyetja. Se nuk i pyet këta ata që janë në parlament të paktën, ose grupet e interesit, ti dëgjoj një, pastaj le të jesh, nuk i dëgjon ai. Ai thjesht është një kokë fort